Nëse je pensionist, student, apo nëse je i papunë dhe shfrytëzues i ndihmës sociale, me ndryshimet ligjore nga janari do të mund të punosh dhe njëkohësisht të marrësh pension, bursë, por edhe ndihmë sociale dhe të kesh sigurim të paguar nëse angazhohesh në ndonjë kompani për disa ditë ose për 6 muaj. Këtë e konfirmoi ministri i ekonomisë Besar Durmishi. Sipas Durmishit, me këta ndryshime ligjore do të përfitojnë buqit dhe gastronomia, pasi që mund të angazhojnë dhe punëtor sezonal. Ligji parasheh, pensionerët të arrijnë që të punësohen për shkak të kësaj të mos e humbin edhe të drejtën e pensionit, por njëkohësisht të punësohen edhe të marrin të kenë të paguara të gjithë kontributet, të gjithë mbulesën, njëjtë siç kanë edhe punëtorët tjerë të rregullt, në afat kohor maksimum deri në 6 muaj. Po ashtu edhe studentët, po ashtu edhe ata punëtorë të cilët marrin ndihma financiare apo ndihma sociale të cilët i marrin dhe ata të papunësuar të cilët janë të regjistruar në agjensonin e punësimit të evidentuar si të papunë, nuk e humbin të drejtën. Domethënë njëkohësisht i mbajnë edhe këta të drejta dhe kanë të drejtë me këtë ligj i cili tani më ka hyrë në fuqi të punësohen në drejtim apo në veprimtari ku është hasur më shumë, domethënë puna në të zezë. Ndërsa profesori i ekonomisë Harun Tahiri thotë se me këta ndryshime, shteti do të rrisë të ardhurat ndërsa dhe bizneset e ndryshme do të mund të përfitojnë nga përvoja e pensionistëve, por dhe fuqia punëtore e studentëve. Ai këto ndryshime i sheh si pozitive dhe thotë se kjo dhe do të ndihmojë në uljen e papunësisë në vend, por dhe në shtimin e fuqisë punëtore. Ky ligj, sipas mendimit tim, mendoj se ka mjaft benefite, mjaft përfitime, së pari herë ndikon në konkurrencë, ndikon në uljen e ekonomisë gri apo informale e cila është mjaft aktuale në Maqedoni, ndikon në ngritjen e konkurrencës, ndikon në të hyrat buxhetore, pastaj edhe pensionistët kategoria të cilët kanë të ardhura apo pensione më të ulta, kanë shëndet të mirë, kuptohet në veprimtaritë të cilët i përcakton ligji kanë përvojë të gjatë, u jepet mundësia që të krijojnë mirëqenie, a përmes mirëqenies ata ndikojnë edhe në konsumin e vendit, që është një indikator mjaft i rëndësishëm në ekonominë e vendit. Sipas ministrit të ekonomisë Besar Durmishi, nga kjo mas pritet që brenda vitit të angazhohen nga 12.000 deri në 17.000 persona.